Në Shkova. Kur jemi nisë që me folë në Shkova në pushim. Mire, kemi dhe Redionin, mikun toni, themi mirë mëngjes Redionit edhe Loriku, se harun krit me përshëndet. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. A je I lumtur? Po, unë nesër jam në punë, po të djelën jam pushim, po paga shumë po. Vjen mirë, vazhdo të jesh I lumtur, jo pak po shumë. Çka do flasim sot, Lorik? Këna me vazhdu me folë për... Në fillimisht po dalë të Egli edhe të Gjesti, masa ndaj po këthejmë prapë të Driloni edhe të Gjeneta. A kina foton mërë, kom harë. Kam vazhdu qëfar fota. Sta kom tërku tjetë Sarës edhe Drilonit. Qa kam bo? Jo veç mundë me qitë për pak. Sara dhe Driloni një kam qëtë diku. Qa unë ja dërgoj? Hajde, dhe sa ta si dërgoj e ti. Gjesti? E jepi mi thonë informacion nga jashtë Egli Gjestit, ndoshta është informacion nga jashtë që asojnë I pëlqen edhe I duket interesant, I tha Gjestit, krejt jashtë mendojnë që na, ka plot njerëz jashtë që mendojnë që në ti kena më martu. Edhe të logariti si një falla informacionin nga jashtë, ne? Ajo e ka bo me atë pretendim që dhe me kështë informacion nga jashtë, s'po di që me dikush a menon dikush që ka martua. Do shto ka pas të tillë, ka pas si Edica në TikTok në kom po. Mu menoj mu martu, pësë. Kom po Edica plot në TikTok që I kanë qitë Eglin edhe Gjestin. Po ka shumë, jarë zakonisht shumë, po kjo nuk në kupton që ata me përfundu. Ndoshta kësaj I ka ravi që ajo që I ka pëlqy. Ta na I ka pa dhe ato tjera të kohon ullën, në dy goja që bu keq, që u këthy tash më këlla me Gjestin, kështu që e ka bu një mix të dyjave, tash po mundot një shfrytzu për loj, ndoshta me ka mendu me këto fjallin, se ja thot Gjestit jashtë, po mendojnë që na kena më martu Gjesti, këthejet prap. Kësajna po një loj, mu dok ma shumë si një loj provokimi. Që me kështu që për reagon Gjesti, më spendron qasin për shkak të fansave, më s'pi këthejet është Egli ma mirë, a Gjesti u dhe vetë ka fansa. Po, Gjesti ka fansa pa Eglin. Redion, çfarë mendon ti? Më shumë do të diskutoj këtë rikëtimin e Eglit, ajo të regoj dhe tha që unë jam më e fort, nuk do vënd denjat para vetës time, por këto ditë po qikojmë që sado që kanë le të themi edhe debate edhe fjalë që s'duan, ajo sërish po shkrihet me Gjestin, po qesh me të, kalon mirë me të, pra paka shumë edhe ky lloj qëndrimi që ajo fut në shtëpi si më e fort, nuk është e po e zbaton, po edhe nga ana tjetër Gjesti si nuk mbaj njëherë një qëndrim ai njeri. Edhe pse le të themi ka pas situata shumë të rënda me Eglin, sidoqoftë e gjen atë momenti. Mira, është ndërpre lidhja me Redionin për shkak të një thirrje që patëm të pa planifikuar. Kush po telefonon? Lumturia. Nuk e di. Mirë, Egli dhe Gjesti prap aty po mbesin. Diçka Eglin mos unë pesho heq, për shkak që definitivisht një aktore, po o dash me bo pak ma shumë përvoj në shta se sa me hik sa I bote, sepse ka një konkurent begit të fort Gjestin, që kemi vërtetu tashme që Gjesti është një farë lloj identifikimi I lumturisë edhe një identifikim I shembullit të njerit që knaqet me paksan edhe lumturohet me gjithë shka. Kështu që qaj sinceritet I Gjestit ka me fitu lojën e Eglit, që ke gërësia tash Eglit hajtë ma shumë I që keme konvajze bute mire dhe në regull shumë riktimi I kësaj për identitet, për imazh, po tash nuk monat një njeri o me konë shumë e but, tash o me konë shumë gru e fort. Veç që ta deri në fund të edicionit. Nëse I kish pas përzime dhe jo të ndame në periuda. Për nën det, ke shumë e shkurt. Edhe për mdo këtë shumë fake që kjo Egli 2.0, edhe sulmi që për mundohet mja bo Gjestit, një farë arogance që nuk pishkan, nuk e di, nuk Redion? më pëlqen. Plotësisht jam dakord. Zakonisht këto rikthimet në Big Brother, duke qenë se banori merr edhe informacione nga jashtë, le të themi bombardohet edhe vjen në atë lojë, le të themi ndoshta më I fort, por sidoqoftë bie plotësisht dakord që Gjesti lumturinë e tij e gjen në gjëra minimale, e gjen edhe le të themi te kjo lloj ftohtësie që Egli po e tregon me të, ai po mundoj që ta zbusi, ndoshta ky është edhe një lloj gabimi që Gjesti bën pasi le të themi ai ka qenë një shkaktar për situatën e Eglit, nuk e dim se si do të vazhdoj ky raport, por që është raporti që e mban lidhur këtë Big Brother, është pa diskutim, ata të dy janë Big Brother, të tjerët janë thjesht spektator brenda asaj shtëpie.
Lorik? Po pajtona me Redionin deri diku, sepse ka aty lojtarë të tjerë të fortë, po prapë edhe ata lojtarë të tjerë të fortë veç kur dalin në kontakt me gjestin edhe vijnë në pa. Nërsa me ik prej këtu, po dalim te tema kryesore. Veç i kom diçka me shtu të këta banorët. Kur janë të ballafaqu me gjestin ose të ballafaqu me dikën për gjestin, seriozisht i ngaj edhe i marrë seriozisht. Kur kam probleme, për shembull Valbona, kur ka problem me Gerton ose me Aldon, nuk mu jasë mingu. Ajo ndodhë dhe juve, ame që mu kjo. Edhe nuk po më interesane me njanoj me njerë. Asë është i përfshim gjesi, nuk po më interesane. Vetë vjen kështu. Shumë është, jo i viste, po Po të krejtë qështu, se qëtash ma kujtove që vëqja bëj scroll tani. Edhe unë, edhe në prajmë kur i shumë shkoj nerva, ata kur kam probleme me zveta, nuk i ngoj. Okej, kur kam probleme me eglin, i ngoj se di që përfshihet dhe gjeste. Tash po Dhe dalim. si që shenë duke thënë. Po tash po dalim te një Big Brother tjetër që po vazhdon akoma më shumë Big Brother VIP Kosova. Edhe përveç që po vazhdon kështu shumë, është shumë interesant që është të diskutu shumë, sidomos në Twitter, tash e kem po vullnetin, po përlahet me Nikon e Sarës, për që të temën Drilon Gjeneta, e kem po Driloni tash ka me ndjek ligjerisht Gjenetën, Fisniku, vllai Driloni dhe menaxheri i Drilonit e ka postu një story ku Driloni pastaj e ka bo share që janë duke o marrë ligjerisht dhe e ka treguar edhe avokatin kush ka më marrë me. Kush është ai? Në këtë gjë. Jezoj, Bedrije, nuk Po më më ndovaj që dikush i famshëm s'ka. Nëse ndoket nuk e dia, e kem foton regjia. Shumë interesant se po vazhdon që ky Big Brother, po vazhdon. Qa pas na dash me thonë një san, një pyetje pas na dash me bo. Qëre Driloni Sara. Po përngjajmë pak. Driloni edhe Sara, vjë dokën. Jo, s'më tukën. Po më përngjajmë pak. As pak bile, A gjvisa. janë A janë Love ta Island? Driloni dhe Sara, apo Jam jo? tata, ai Love Island, apo? Po dhe po përngjajmë pak. Jo, veç flokët e Sarës. Ja qështu si profilit. Që ati të zdjeshme, une nuk esh në emision. Po kesh të dash me thonë gjë... Ky djalli s'ka tatuja, flokët i ka Jo, marrë ama ndryshe. kështu një farë... Mendoj Galan. që Driloni është më simpatik. Po, është ma simpatik, e vërtet. Kesh të thonë një pyetje kom dash me bu, nëse Driloni është single, se ta shpesha që njerës po ankohen, jo, nuk janë ata e në lidhje me Sarën. Unë nuk i kom pa që në lidhje, për mu jam veç një shoqni shumë e mirë që ndoshta antarën mundet me qunë në një lidhje. Nuk e dim që janë Unë nuk e lidhje. di atë. Derisa ata thonë që nuk dojnë material, për neve ata nuk janë në lidhje. Për derisa ata dy janë qështu qysh janë, për mu unë isha vishë si shoqni që mundë me pas diçka në të ardhmen. Për derisa janë qështu qysh janë, Drilonit i arsetohet edhe muhabeti me Gjenetën. Për shkak se Driloni, sipas kësaj që është me shoqni, është single, edhe ka drejt me, është i ri, ka drejt me ngucë famna. Nuk e dim çka ka ndodhur saktë aty. Po Edhe nëse... i flasim gjithçka, në shtadhën e ku me di çka më fol me vërtet. ty ose ti me mua ose Agnesa, nëse jemi shoqni dhe shohim fjalë që munden me u keq kuptuar në publik. Në bazë të kësaj logjikës, unë e kuptoj Drilonin që u mundu me dalë me Gjenetën, ose po tham, u mundu me dalë me Gjenetën, se s'po di për çka u kon ma ka shumë mohabeti, po na po paragjykojmë pak, po thojmë që ajo u kon e sill me flirt që po flasin krejt. Ajo është single, ka drejt me e bo qatë sëndë. Redion? Ne si popull jemi shumë ekstrem. Ne o të duam, o të urrim. E mirë kuptoj të gjithë këtë lecimi i natin që po bëhet ndaj Drilonit, por duhet të jap mendimin tim të sinqert. Sara dhe Driloni nuk janë çift. Driloni dhe Gjeneta brenda shtëpisë së Big Brotherit, se dje pash një video të gjithë momenteve. Vesh një sekundë, Redian, duna me ta ndërprej. Qish? Mirë mëngjes. Jam live prej emisionit, kom thirë avokat. Jo, shumë seriozisht e kom një pyetje për ty. Jena të diskutu Gjenetën edhe Drilonin, edhe jena të më interesu qa mundet ligjeresht Driloni me bo ndaj Gjenetës për qëtë rast. E di që s'ka rova me të kalëzua, mund të shmëkonë shumë në zonë, po zivi që shtu merdë, që ta rastisht më tek me të thirë. Por, zëtë e të zajbot. Pasha zotës më zajbot, ma serios më foli. E cilë qa ka bo Gjeneta, qa një video në TikTok? Po, që ato përgjime që i ka postu, po më interesant qësh mundet me ndjek Drilonin ligjerisht Gjenetën qëtash. Si një avokat profesionisht, po më interesant me ma spjegu. Driloni ka dy mënyra për me ndjek, një mënyrë me bo një kallëzim penal nda e kësojna, për shkak të publikimit të bisedat në njërë pa autorizume, edhe me ju drejtue kësojnë atencionit për mbrojtjen e zonave personale,
përcënimin e privatësisë që ja ka bo me që atë publikimin se ty në farë video, edhe pse s'ke në farë diçka që e nëzirë pa, në farë imazhe, në farë turpi, diçka që e shpas këto atë, në farë gjendje të keqe, po legjërisht është e përzaktume që çdo injizim i pa autorizum për të vepër penale, edhe Gjeneta ka bo një vepër penale kur e ka injizu bisedën edhe kur ja ka plasun për blekë. Shumë faleminderit për një sqarim shpejt, profesional edhe pa pik. Jo, na nuk dojmë me dënu, na interesoj ke qa munden me vazhdu ligjërisht ata. E këtem, e ke bo këtem. Mirë. Hajt, të kalzoj masandena, mas i thira shumë shpejt, e të kalzoj masandena. Hajde, faleminderit. Unë dëshme ndërprej, vetëm na trego për hir të korrektësisë se kush ishte cili Është avokati Adnan Pacolli, Rregull. për shkak se poshtë shumë komente ta shkruajshin, a mundet me ndjek ligjërisht edhe dje gjithë ditën ka qenë a mundet me ndjek ligjërisht, pra mundet me ndjek, pas ka me ndjek edhe pas ka mujt shumë kollaj me plasu një dënim. Mirë, faleminderit shumë që jeni bashkuar në këtë bisedë, faleminderit shumë Redian dhe ty, faleminderit Lorek dhe